Ju njohi me shtypin e ditës e mërkur 11 qershor, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni: Këshilli Bashkiak, kredite buta për shtëpi, përfitoi 1100 familje. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi 1100 kredi të buta për familje dhe çiftet e reja që nuk kanë mundësi të blejnë një banesë sipas kushteve të tregut. Përfituesve ju subvencionohen interesat e kredive nga buxheti i shtetit për blerjen e një apartamenti në Tiranë. Populli më kupton më mirë se ç'pretendoi. Rama ironizon opozitën sy më sy e merr lehtë u katandiz në një derëngje mendore. Diskutimet në kuvend, 2 orë pushim për faljen e xumas, ndryshimet në kodin e punës, propozimet, lista e SPAK-ut, cilët janë 13 kandidatët në garën për kreun e ri të Byros Kombëtare të Hetimit, rindërtimi në kombinat, lista me familje që bëhen me shtëpi, të plot listën e gjeni në faqen 8 në brendësitë e gazetës. Po ashtu do të lexoni edhe opinione. Humbja kërkon gjykime jo inate politike, inteligjenca rrjedh nga libri dhe poshtërimi Ariut Polar nga breshri i dronëve të Ukrainës. Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësitë e gazetës Panorama. Vazhdojmë më tej me Telegrafin. Qytetari lirë e pa busull sociale apo njëri që nuk zotëron veten. Kryeministri Edi Rama, krenar për besimin e shqiptarëve, më dha 1001 arsye për të bërë të pamundurën për zhvillimin e vendit. Belind Kolliçi nuk ka pasur zgjedhje fare, po demontojnë përpara syve të qytetarëve farsën e 11 majit dhe votën e diasporës. Arsimi për fëmijët, ja kush përfiton zbritjen prej 100.000 lekësh për arsimin e fëmijëve, si dokumentohet e të ardhurat vjetore. Gjyqtari korrupsion me 560 milion lekë ndaj bashkisë për fëmijën që u rrëzua në obor. Aktualitet, presidenti Bajram Bega nderoi 147 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë. Sociale, preçi 97% e investitorëve strategjik nuk justifikojnë pasuritë. Benet Beci lë velipojën nën Plera në kulmin e sezonit turistik. Të huaj blejnë Bregdetin e Shqipërisë në 3 muaj 98 milion euro. Këto ishin disa nga titujt kryesor në faqen e parë të Telegrafit. Ecim më tej me ditën e cila çelet me krye artikullin. Kanë vjedhur njëri tjetrin. Rinumërimi po provon se votat e partive mbeten të pandryshuara, por vota preferenciale për kandidatët e listave të hapura po nxjerrin surpriza të mëdha duke i dhënë jetë aksiomës së vjetër se lufta brenda llojit është lufta më e egër. Rinumërimi dhe vjedhja e zgjedhjeve në fund të sezonit veror do të kemi një argument më pak, por një bumerang më shumë. Plani i qeverisë të moshuarit që do t'i japin banesa për turistët me qira ditore përjashtohen nga taksimet. Një vërtet e thjeshtë që kolegu Bushati dhe analistët e tjerë krah Berishës se din mirë. Vdekja e Bukoshi, doktori që mori në dorë fatin e Kosovës. Trump u vë drynin zyrave të USAID-it jashtë. Sulmet kibernetike, rusët vunë në shënjestër samitin e Tiranës, të plotë artikull e gjeni në brendësi së bashku dhe me shkrimet të tjera. E si gjithmonë në fund Panorama Sport. Silvinjo ngel për në vjesht, dram në Riga, Shqipëria barazon 1-1, tani botrori shumë larg, ndeshje shumë e dobës, Trakosha pret penalti, trajneri kombëtarës, posuam gol Qesharak, broja, mungoi gjithçka, janë shanset për vendin e dytë. Analiz, Bajko, kemi frikë nga humbja, lojë e pa përgatitur. Kuqe blut, la Shkëndijën, Vllaznia do me Vlana Dilin, Partizani, Mehmeti, Demat ka nevojë për emra cilësor, Bomba, Klaus Jasula firmon 2 vite me Dinamon. Kategoria superiore, Ignatias zyrtarizon Selmanin, flamurtari kërkon kastratin. Formula 1, kalendari, Madridi zvendëson pistën e Monzës. Pankina, Itali nuk e do askush, ja kush e refuzoi. Spanjë, La Liga arsi superiorja, t'kuret harta e futbollit. Angli, Tuchel, Liverpool e Arsenal do të nisen avantazh. Dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.